Vajzat e Vllaznisë vazhdojnë dominimin në futbollin shqiptar duke siguruar kualifikimin për në finalen e kampionatit për këtë sezon. Skuadra shkodrane triumfoi edhe në gjysmëfinalen e dytë të fazës Final Four, duke mposhtur Binshëm Gramshin me rezultatin 6-1 në ndeshjen e zhvilluar në fushën sportive Reshit Rusi. Pas fitores minimale me rezultatin 1-0 në takimin e parë, kuqeblut konfirmuan superioritetin e tyre edhe në sfidën e kthimit. Vllaznia zgjidhi gjithçka që në pjesën e parë, duke realizuar 3 gola me Bajraktarin, Dedën dhe Doçin, por ta mbyllur 45 minutëshin e parë me shifrat 3-0. Në pjesën e dytë ishte sërish Deda që thedhoi rezultatin në 4-0 pas një aksioni të bukur. Gramshi arriti të shënoj golin e nderit me Berishën, por pa mundur të ndryshoj dot rrjedhën e takimit. Në minutat e fundit, Vllaznia vulosi fitoren me 2 gola të tjerë, fillimisht pas një autogoli të Behramit dhe më pas me Doçin, që fiksoi rezultatin përfundimtar 6-1. Pas kësaj fitore jemi Gramshi në gjysmëfinalen e dytë, trajneri i Vllaznisë në futboll për femra Nikolin Leka u shpreh shumë i kënaqur me lojën e ekipit të tij, si dhe shtoi që do të synojnë titullin e 13 kampion. Siç e thava ti, nuk është një rezultat normal, por na kishim vlerësuar, pavarësisht se kishim fituar ndeshjen e parë gjysmëfinalen me Gramshin, fushë 2-1-0. Dhe kishim vlerësuar po ashtu dhe gjysmëfinalen e dytë, sepse s'do të lëshim hapësira kundërshtarit në asnjë moment, dhe them drejtë jam shumë i kënaqur vetëm për fitoren, për realizimin e golëve, për mënyrën siç u shprehen vajzat në fushë, qarkullimin e topit, fazën si defensive ashtu edhe ofensive, tranzicionet, pra gjithçka ishte e përkryer sot dhe i falenderoj shumë të vajza sepse bani një ndeshje të madhe. Na kena thënë gjithmonë që objektivi jon kryesor i fitimi i titullit dhe edhe ndeshja sot më tregoi që Vllaznia është e gatshme dhe Vllaznia është numër 1 në Shqipëri. Me këtë fitore, Vllaznia siguron finalen e madhe të 29 majit, ku do të synojë titullin e 13 kampion radhazi, duke konfirmuar edhe një herë statusin si skuadra dominuese në futbollin e femrave në Shqipëri.